Një çmim mesatar atëherë mund të akomodohesh në një bujtin me 30 euro nata, por normalisht ka dhe hotele që janë me një çmim mendoj fleksibël dhe të pranueshëm diku tek 50-60 euro nata. Keni konkurrencë me bashkitë bregdetare gjatë sezonit të verës, si thristi turistët që të vinë në Gjirokastër për shembull, se të ndohen njerëzit nga Bregdeti, apo jo, keni dhe sarandën afër? Tjetër, nuk mund ta themi, nuk mund ta mohojmë që Bregdeti është një magnet për turistët në verë, por Gjirokastra ofron diçka që Bregdeti nuk mundet, ofron një udhëtim në kohë. Ne I sfidojmë me përmbajtje, me histori, me rrëfime të gjalla dhe me një identitet të ruajtur. Mbi të gjitha është një atmosferë që nuk mund ta gjesh askund tjetër. E kuptoj. Besoj që cilësia e shërbimit në Gjirokastër ecën me traditën e qytetit, ka vend për përmirësim, e keni përmirësuar, keni reflektuar nga e shkuara? Normalisht që ne ecim duke ruajtur traditën, duke ruajtur atë çka ne promovojmë, trashëgiminë, vlerat e anvisave gjirokastrite dhe mund të themi se shërbimet janë gjithmonë në përmirësim e sipër.